Në emisionin Gjurmëve të Pishtarëve të Arsimit, zbulojmë jetën dhe rrugtimin e mësuesit veteran Beadim Ballazhi. Këmbim në 7 janar 1951, edhe një muaj bëj 75 vjet. Njeriu që ja kushtoi jetën arsimit, fëmijëve dhe dijes. Nga udhëtimet në këmbë mes fshatrave, deri te drejtimi i shkollës në Sërbic dhe vendosja e busit të Skënderbeut. U punsova si mësues në fshatin Qaf. Rruga ishte çdo ditë u thonja, Sërbic Qaf, Qaf Sërbic, domethënë bënë gjitha rrugë, ka 4 orë ditë, 2 orë ndej, 2 orë ndej, 4 orë rrugë. Unë ajo, them shumë herë se ajo më ka ndiku që unë më shpejt të ndrojeni. Edhe dikush prej patriotëve ka shku ka tregu. Vjen policia, edhe drejt të ajtë të punu aty. 6 qershor 95-ën, unë bajt patronati, e vonon pak patronatin, bajt patronati, u vullu busta. Historia e tij është histori sakrifice, përkushtimi dhe dashurie për kombin. Mos e humbisni.